Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas kritikave ndaj deklaratës së tij se Serbia humbi Kosovën, duke sulmuar ashpër kundërshtarët e tij në rrjetet sociale në Prishtinë. Në një reagim të publikuar në platformën X, Rama i cilëson kritikët si ushtrinë e trollave të turbofolkut nacionalist të Prishtinës dhe thotë se sulmet ndaj tij janë një tregues se qëndrimet e tij për Serbinë dhe Kosovën janë të sakta. Unë kam një laborator ekselent për të matur saktësinë e qëndrimeve të mia kur flas apo postoj lidhur me Serbinë. Ushtrinë e trollave të turbofolkut nacionalist të Prishtinës, shkruan Rama. Sipas kryeministrit shqiptar, sa herë që ndaj tij ka reagime negative në rrjetet sociale, ai e konsideron këtë si konfirmim të qëndrimeve të tij. Sa herë që ajo ushtri lëshohet nëpër kanale sociale për të shfryrë urrëtitjen e verbër ndaj meje, unë e quaj të kryer me sukses detyrën time si kryeministër i këtij vendi, qoftë ndaj Shqipërisë, qoftë ndaj Kosovës dhe qoftë ndaj paqes dhe bashkëpunimit rajonal. Pion ai. Rama i referohet edhe reagimeve të një dite më parë pas deklaratës së tij për humbjen e Kosovës nga Serbia. Edhe dje laboratori ka funksionuar perfekt, me trollat që u lëshuan për të më rikonfirmuar si tradhtar, pse thash Serbia humbi Kosovën, shkruan kryeministri, duke e lidhur deklaratën me ndërhyrjet e tij në debatin mes autoriteteve shqiptare dhe serbe për paprekshmërinë e lumit Tibër, shkruan Rama. Rama thotë se qëndrimi i tij ishte më i gjerë dhe se kritikat nga Prishtina sipas tij u përqendruan vetëm tek një fjali. Pra, qëndrimi im ka qenë preciz. Përderisa në kreta të ndërhyrje shtëruese që u përshëndet edhe nga vetë deputetja britanike Alicia Kearns, një flamurtare e flaktë e Kosovës në Mbretërinë e Bashkuar, baza e turbofolkut nacionalist në Prishtinë gjeti të kapet pas një fjalie të vetme, shkruan ai. Kryeministri pretendon se kjo është bërë për të mos lejuar që qëndrimi i tij kundër Serbisë të merrej në konsiderat në tërësi. Për të mos lejuar ai qëndrimi i qartë kundër provokimit të Serbisë të hutonte fansat e turbofolkut, vijon Rama. Në pjesën e fundit të reagimit, Rama përsërit qëndrimin e tij për Kosovën dhe e cilëson si fakt deklaratën se Serbia e ka humbur atë. Që Serbia e humbi Kosovën është thjesht një fakt, shkruan kryeministri. Rama shton se kjo deklaratë sipas tij është njëkohësisht e papranueshme për qarqet nacionaliste në Beograd dhe për kritikët nacionalist në Prishtinë.